Përshëndetje dhe mirë se vini në episodin e ri të podcastit për të drejtat pronësore këtu në Telegrafi, ku sot do të flasim për çësjen e grave në drejtësi dhe të drejtat e tyre pronësore. Mysafirja ime për sot është Dea Feteu, menaxhere e projektit nga grupi për studime juridike dhe politike, e cila ka qenë pjesë e projektit PIAKOS dhe ka ndjekur nga afër procesin e monitorimit të gjykatave në lidhje me çështjet e barazisë pronësore. Me të do të flasim për sfidat në sistemin gjyqësor, arsyet pse gratë përfundojnë më shpesh në gjykatë për çështje pronësore dhe cilat janë pengesat që ato hasen gjatë këtij rrugtimi. Dea, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë. E nisa që ke qenë pjesë e projektit të PIAKOS që në fokus ka kryesisht të drejtat pronësore, a mundesh më na tregu pak më shumë rreth komponentit të monitorimit të gjykatave në kuadër të këtij projekti? Po, atëherë, grupi për studime juridike dhe politike ka udhëhequr komponentin e monitorimit të gjykatave për kontestet pronësore. Do thonë, ne kemi filluar punën me projektin tonë gjatë vitit kaluar në qershor, edhe kemi rekrutuar monitoruese të cilët i kanë ndjek mandej nga afër 60 raste target edhe 172 seanca në për 6 gjykata themelore të Kosovës. Jemi mundu me monitoru edhe gjykatën e apelit po ashtu, ku kemi pas një numër më të limituar të rasteve të cilët po ashtu vendimet e tyre janë përcjell nga monitorues tonë. Po. Pjesa jonë në projektin PIAKOS ka të bëjë kryesisht me çështjen e çësjes së grave në drejtësi për çështjet pronësore. Do të thonë, ne fillimisht i kemi kontaktuar dhe i kemi takuar të gjitha gjykatat themelore duke ju treguar për rëndësinë që ka kjo komponente jona e monitorimet, edhe kemi tentuar që së bashku me ta me identifiku të gjitha rastet ku gratë janë palë edhe ku ato po kontestojnë çështje apo të drejtat e tyre pronësore. Me thonë, ideja ka qenë që me marrë një mostër gjithëpërfshirëse në të tërë Republikën e Kosovës edhe me pa që cilat po janë çështjet më të shpeshta pse gratë po përfundojnë në gjykatë në ne, edhe në ndë me pa se si po i trajton ato pastaj sistemi gjatë procedurave gjyqësore. A keni has sfida gjatë gjithë kësaj pune që keni bë edhe nëse mundesh me na i tregu cilat kanë qenë ato që ndoshta ju ka marrë më shumë kohë mi te kalu? Po, ka pas goxha shumë sfida, sidomos për shkak që përmes projektit PIAKOS jemi kyç për herë të parë në monitorim të kontesteve civile. Deri më tash ne kemi një eksperiencë shumë të gjerë në çështjet penale kryesisht, po që me civile ka qenë hera e parë. Edhe ka qenë pak sfiduese duke konsideruar që divizionet civile në gjykatat themelore janë të mbi ngarkuara dhe kanë shumë pak staf si administrativ po edhe gjyqtar, të cilët merren me këto raste. Pra, edhe kemi pas që bashkëpunimi me ta nganjëherë jo për shkak të mosvullnetit të tyre, po për shkak të pamundësisë qoftë kohore, ka qenë tepër problematik, po me ashtu kësaj një gjë tjetër ka qenë që sistemet e tyre, do me thonë sistemin për menaxhimin elektronik të landëve, i cili është një sistem që kanë të gjitha gjykatat themelore, nuk është që ka leju ndonjë ndarje të padive në mes të gjinisë. Edhe do me thonë krejt identifikimi këtyre 60 rasteve ka qenë komplet i bom në një mënyrë manuale përmes monitoruesve tonë, duke ju lutë gjyqtarëve që me i lajmëru kur kanë raste të tilla, me lutë me nda me ta dosjet e rasteve në mënyrë fizike kryesisht e kështu me radhë. Që ka qenë një prej sendeve që nuk është që kemi menduar që komena dalë pak ma sfidë në fillim, po që mandej me bashkëpunim e kemi te kalu edhe këta dhe në fund kemi arritë që të gjitha këto të dhëna me i përmbledh në një raport i cili është publiku dje. Kur flasim për 60 raste, janë 60 raste në tërë teritorin e Kosovës që keni has? Po, ne kemi mbulu 6 gjykata themelore, do me thonë përveç gjykatës themelore të Prizrenit, e cila është mbulu prej një organizate tjetër partner në PIAKOS, organizatës Inject. Do me thonë, ne kemi pas 6 gjykata themelore të tjera. Përveç degëve kryesore të gjykatës, si kemi mbulu edhe të gjitha degët tjera për cilës, do me thonë, nuk kemi ndalu veç në gjykatën themelore të Prishtinës, për shembull, po kemi monitoruar degën në Glogac, në Fush Kosovë, në Podujeve, kështu me radhë, duke tentuar që nëse cilën prej tyre me marrë të paktën nga një rast, i cili madje na kishte shërbyer për studimin që e kemi lansuar. E përmendet që dje është publikuar raportin kuadër të gjithë kësaj pune, cilat kanë qenë të gjeturat kryesore që keni has gjatë monitorimit, domethënë pse gratë janë ato që përfundojnë më shpesh në gjykata? Po, nëse kalojmë te pse gratë janë më shpesh përfundojnë në gjykata, domethënë prej 60 rasteve që i kemi,
ka dalë që 2 llojet më të shpeshta të kontesteve ka qenë çështje trashëgimore në ne edhe në ndarjet e pasurisë pas divorcit, që kanë qenë tepër sfiduese. Mandej pjesa tjetër, që është më pak se gjysma, kanë qenë çështje tjera pronësore, ku ka pas për shembull raste ku gratë kanë padit persona juridik për pengim posedimit të pronave që ju takon, ose ka pas konteste të ndryshme me partnerë të ndryshëm të biznesit, apo me persona tjerë me të cilët nuk kanë pas çështje trashëgimore apo çështje pas divorcit. Do thonë dy arsyet kryesore kanë qenë këto. Mandej nëse him në secilën prej tyne në trashëgimi, e kemi pas që ka shumë raste ku gratë së pari ose detyrohen të heqin dorë ose heqin dorë në një farë forme vullnetare për shkak të çështjeve të ndryshme, kryesisht mendësisë patriarkale edhe presioneve të ndryshme familjare. Ndërsa të çështjet e divorcit e kemi pa që mos regjistrimi i pronës dhe informaliteti shumë i lartë i pronave po e bën tetë sfiduese ndarjen e pasurisë pas divorcit. E kjo po vështirësohet akoma më shumë kur vjen puna te llogaritja e kontributit jo financiar që gratë kanë bo, ose për krijem të pasurisë ose edhe për mbajtje pastaj të saj, që ka dalë që është tetë problematike. A keni has në zvarritje domethënë të trajtimit këtyne landëve nga gjykata, se e dim që zakonisht një landë nëpër gjykate kemi pasur në podcastat e kaluam që është përmend që mesatërisht merr trajtim 8 deri në 10 vite maksimumi që mundet më shku mu trajtu një landë. A keni pas kësi evidenca që keni has? Po, një prej gjetjeve më problematike të raportit ka qenë edhe kjo, sepse ne konsiderojmë që të pasurit pronë edhe të shfrytzuarit të drejtës që kanë mbi një pronë është e ditur drejt për së drejti me sigurinë e një persone, e sidomos me sigurinë e një gruaje. Do me thonë, fakti që gjykatat janë tetë mbi ngarkuara, por edhe kanë limitime të ndryshme teknike, që mandej zvaritin procedurën tepër shumë, ka një ndikim tepër të drejt për drejt në sigurinë e tyre. Kemi pas një prej shifrave që mundem ndoshta me përmend është që prej rasteve në të cilat kemi mujt me e mat momentin kur është parashtru padia, edhe në momentin kur është caktu seanca e parë përgatitore, kanë kalu më shumë se 4 vjet. Me thonë përveç për me fillu një rast, i duhet më shumë se 4 vjet gjykatave. Dhe kjo varion tepër shumë prej gjykatës në gjykatë. Me thonë për shembull në gjykatat që janë pak më të ngarkume, si ajo e Prishtinës, Dega në Fushë Kosovë për shembull, po edhe Prishtinës në qendër, kemi pa që ka raste që marrin edhe 7-8 vite për të filluar. Mandej masi që të fillojnë, është sfida tjetër që seancat vazhdimisht shtyhen, vazhdimisht anulohen, ka probleme nga më të ndryshme që disa prej tyne ne konsiderojmë që janë tetë të shmangshme nëse veç se punohet në çat drejtim. Mandej ajo merr mandej këtë që të kohën që po e përmendi edhe jo që kalon 10 vite e më shumë. Kemi has në shumë raste ku kjo ka ndiku drejt për drejt në mirëqenien e gruas, për shembull një prej rasteve që kemi monitoru ka qenë që një gruaje e cila ka trashëgu pronën prej burrit të saj të ndjerë, familjarët e burrit nuk e kanë lënë që me pas posedimin fizik të saj, edhe gjykata e ka marrë diku më shumë se 10 vite ku familjarët kanë ndërhyrë gjatë gjithë kohës në pronën e saj, edhe ajo nuk ka qenë asnjëherë e sigurt për me shfrytzu pronën e cila në fund ka dalë që ligjërisht i ka taku. Edhe kemi kësi raste nga më të ndryshme që me të vërtetë kemi pa lidhjen mes tërëzgjatjes së procedurave edhe sigurisë së grave. Përmendë më herët që përveç mungesës së stafit në gjykata edhe kjo koha e trajtimit të landëve, po a keni has ndonjë pengesë tjetër që ndoshta ka ndiku që gjykatat me qenë kaq në procedurë të ngadaltë të trajtimit këtyne rasteve? Ndonjëherë ngadalëson rastet dhe për shkaqe që janë tetë të shmangshme nga natyra teknike e tyre. Për shembull, një prej gjetjeve tjera të raportit është që proces verbale, të cilat është obligim ligjor që të shkruhen pas secilës seancë, duhet të përmbajnë tërësisht se çka ka ndodhur në seancë, por që në realitet shumë gjëra nuk shkruhen në këto proces verbale, ngadalësojnë seancat për shkak të proces verbaleve e kështu me radhë. Tjetra është që ekspertizat i vënojnë tepër shumë mbajtjen e seancave, do me thonë shumica në këtyre landëve caktohen ekspert të ndryshëm, qoftë financiar apo të natyrave të tjera,
të cilat janë edhe të mbi ngarkuar edhe non-stop anulojnë seanca për shkak të mungesës së ekspertëve. Do me thonë prej 172 seancave që i kemi pas, 55 janë shty, ndërsa shumë më shumë prej tyne janë anulu, po që anulimet nuk është që shkruajnë dikon edhe sërë që kemi mujt me i mbat me përqindje, po që problemi madh ka qenë çështja e ekspertëve, çështja e provave, të cilat nga njëherë nuk janë dorëzuar në gjykatë në atë mënyrë të cilën gjykata i pranon, që po ashtu mendojmë që është tejet e shmangshme. Pastaj është dashmëri përsërit, po, u dorëzu prap, edhe më shku e njëjta procedurë nga fillimi. Nga fillimi, gjë që mandej ka ndiku tepër shumë në stërgjatin e tyne dhe ka bo që disa prej personave, për shembull dje u përmend edhe në eventin lansus të raportit tonë që ka pas raste ku edhe paditëset edhe kanë ndru jetë gjatë procedurës gjyqësore duke përfundu pa e gëzu asnjë det në pronën e cila në fund ka dalë që ju ka taku ligjërisht gjatë gjithë kësaj kohe. Gjë që mandej mendojmë që është tjerë problematike. E përmendëm, do më thonë, unë dalëm të pjesa e të rëzgjatjes kësaj na pa keni mujt me has gjatë bisedave ose kontakteve që keni pas me pjesëtarët në këtë rast gra që kanë ushtru pa di, sa ndikon te këto emocionalisht edhe psikikisht e gjithë procedura, kësaj e përmende rastin e gruas që i ka zgjatë 10 vjet procedura për në fund që me marrë miratimin që prona që është ligjërisht i takon asaj. Sa ndikon, sa keni mujt me vrejt, sa ka ndiku kjo te këto? Po, ne mendojmë që ndikojnë tepër shumë emocionalisht. Ka pas shumë raste, sidomos të rastet e divorcit, që për shembull njëna prej citimeve që i kemi raport ka qenë një grua që ka thonë që e gjithë kjo procedurë e ndarjes pasurisë është bo ma e vështirë se vetë ndarja që e ka pas, do me thonë, me burrin e saj. Duke qenë se mandej hynë narrativa të ndryshme, gjykata të e ngadalësuar procedura në gjykat, e kështu me radhë që mandej veç të komplikojnë gjendjen. Tash kur kemi të bëjmë edhe me çështje që gratë ju pengohet posedimi i pronave të cilat në fakt ligjërisht ju takojnë, normalisht që mbetet të jetë problematike edhe emocionalisht, por edhe direkt për sigurinë fizike të tyne. Duke qenë që prona përbën një fuqizim ekonomik edhe një pavarësi, që mandej shtrohet edhe pyetja se nëse këto gra janë edhe viktima për shembull të ndonjë presioni apo edhe të dhunës, mundën mos me qenë në gjendje me u pavarësu edhe me dal nga ky rreth për shkak që në gjykata funksionojnë tepër ngadalë edhe është tepër problem me i hi një kontesti pronësor në gjykat. A keni has raste që ndoshta për shkak të tyne problemeve ka pas raste kur gratë ndoshta e kanë tërheq padin për shkak të rasteve siç e përmendet që mundën me qenë viktimë dhunës ose rasteve të tjera? Jo direkt raste që kanë qenë viktima të dhunës, po është një fenomen shumë i shpesh që e tërheqin padin. Ndodh në disa raste kemi parë që kanë ndodhur për shkak të presioneve të ndryshme familjare, sidomos te rastet e trashëgimisë, norma tradicionale që gratë nuk kanë të drejtë të trashëgojnë në familjen e tyre, edhe që kjo narrativa që nuk guxon me prish familjen duke kërku hisën e vllaut, për shembull, e kështu me radhë, që mandej ka pas raste ku edhe pse fillimisht kanë inicu padin, mandej e kanë largu. Një fenomen tjetër që ka qenë në trashëgimia edhe një rast ku po ashtu është largu fillimisht padia ka qenë në një premtim të rrem nga vëllezërit e saj që do të merren vesh, do të ketë një marrëveshje jashtëgjyqësore në mënyrë që gruaja të gëzojë një pjesë të pasurisë të trashëguar, e cila marrëveshje masej nuk është realizu kur. Me thonë gruaja fillimisht ka padit vëllezërit e saj për shkak që ja kanë mohu të drejtën në pronësinë të cilën e ka trashëguar. Mandej e ka tërheq padin nën premtimin që ata kanë me u marrë vesh jashtë gjyqit, edhe mandej e kemi pa që ajo marrëveshje nuk është materializu kur edhe gruaja është dashur me fillu prej fillimit një procedurë të re me vëllezërit e saj, që i bën që akoma më shumë kohë ka kalu edhe e drejta e saj në qatë pronëve se është shtynë në një farë forme. Deja ndoshta isha ndalë pak te cilat i përmendëm narrativat më të zakonshme, po cilat janë ato që përdoren më shumë për me ja u mohu të drejtën e grave në trashëgimi? Do me thonë është kryesorja është kjo që gruaja pas martesës nuk është që ka mo diçka me prit prej familjes së saj, edhe është pjesë e një familje tjetër, edhe nuk është që duhet me kërku as qoftë të hyra e kështu me radhë. Po
po mendoj një narrativ tjetër që e kemi pa shumë shpesh në rastet që përfundojnë në gjykat. Se domethënë është tepër shumë vlerë të cekat që ne jemi marrë veç me raste të cilat kanë përfunduar në gjykat. Po. Që është një numër i jashtëzakonisht i ulët i rasteve që në të vërtetë ndodhin në realitet. Po që në këto raste tona kemi pa edhe një tendencë që burrat ndoshta mos me mohu krejt trashëgimin, po me ajo vetës të drejtën që sa trashëgimi me alon ose motrës ose bijave të tyne. Domethënë për shembull kemi pas një rast ku prindrit ju kanë lënë në trashëgimi, domethënë motrave dhe vëllezërve një mas tepër të madhe të trashëgimisë, domethënë shumë prona, shumë pasuri. Po që mandej motra ka kërku pjesën e saj të barabartë, se siç e di me ligj të gjithë trashëgimtarët pa dallim gjinien duhet të trashëgojnë në mënyrë të barabartë. Edhe vëllezërit e kanë pas këtë narrativën që na ja kena ble motrës një banesë, motra është rahatu, edhe tash nuk ka pse kjo me kërku pjesën e saj të barabartë kur kemi pas të bëjmë një pasuri që është shumë më e madhe se sa me ndo veç një banesë shumë më e madhe nëse ish ndo në pjesë të barabarta, domethënë. Që domethënë ata e japin pak si vetës të drejtën që me përcaktu se sa meriton trashëgimi, kur në të vërtetë kjo gjë është tepër mirë specifikuar me legjislacion edhe gjykata mundet me bo këtë sa tepër më ndryshe edhe më mirë. Po që tjetër që ka ndodhur është edhe që ka pas raste që na kanë çuditë tepër shumë, që për shembull janë manipuluar me deklaratat e vdekjes, me certifikatat e vdekjes duke i fshehë tërësisht trashëgimtarët. Domethënë një grua cila ka jetu në diaspor, kur ka ardhur në Kosovë në 2014 e ka pasur që vëllezërit e saj veç se kanë rregulluar krejt procedurën e trashëgimisë, edhe ajo veç nuk ka figuru kërka as në letra që është e bija e po dy prindërve të cilët e kanë lënë masën trashëgimore, po edhe më thonë veç që kemi pa e ka pa vetën që nuk ka qenë duke figuru kërka në këtë çështje. Kjo e ka pa ditë normalisht vëllezërit e saj dhe gjykata ka vendosur në favorin e saj gjatë kohës kur ne kemi qenë tu e monitoru. Po që prap rasti ka fillu diku në vitin 2014 edhe është përmbyll dikur viteve, po mendoj muajve të fundit, që i bjen që ka kalu ma shumë se 10 vjet për me pas ajo të drejtën që me përfitu nga ajo që ligjërisht i ka taku prej fillimet. E që mandej bëhet të jetë shqetësuese kur e sheh që këto certifikata, kontrata dhe këto dokumente përfshihen edhe institucione shtetërore për me i lëshu, po ashtu edhe notar dhe persona të ndryshëm të cilët i kontribuojnë këtij problemi edhe i kontribuojnë në çdo fshehje edhe mohim të drejtave pronësore për gratë në përgjithësi. E që ne kemi pasur një gjetur tepër alarmante, sepse është tepër me rëndësi që së pari ata me kryt detyrën e vetë që shduhet, po edhe dyta me u mundu që me i zbatu të drejtat e se cilit çdo që ju takojnë. Në këtë rast i bjen që edhe ata kanë kryer një lloj vepre penale dhe shpëdërem edhe është vërtet alarmuese. Ideja në fund ndoshta cilat kanë qenë reagimet që do t'i jepni ju përmes këtij raporti edhe të gjeturat që i keni realizuar. Rekomandimet kryesore që i kemi nxjerr nga të gjeturat tona kanë qenë kryesisht të lidhura me KXK-n, Ministrinë e Drejtësisë dhe të gjithë institucionet tjera shtetërore që merren me çështjet ligjore normalisht. Po që së pari me fillu edhe me rishqyrtu kapacitetet të gjykatave dhe so kanë ato aftësi për lanë, me i prioritizu rastet pronësore ku gratë janë palë, me tentu me nxjerr të dhëna që ka një dimension gjinor, duke qenë se mandej përpilimi politikave që kanë të bëjnë me barazin gjinore dhe me të drejtat e grave ku nuk i të dhëna është shumë më i vështirë. Siç ka qenë edhe veç kryerja një hulumtimi të tillë kur është dashur manualisht me i zbulu disa prej rasteve në bazë të vullnetit të gjyqtarëve. Tjera rekomandime kanë qenë edhe për Akademinë e Drejtësisë, edhe për Fakultetin Juridik, edhe për KXK-n, edhe kushdo që ofron trajnime për profesionistët ligjor, që me përfshin një farë pikpamje gjinore në këto trajnime edhe me pas sa e rëndësishme është që me i pa njerëzit me gjini të ndryshme dhe nevojat të ndryshme që ata i kanë, edhe me i konsideru këto nevoja në momentin që janë duke hartu politika së pari, por edhe duke marrë vendime, edhe duke i hartu qëto politikat e prioritizimit landëve, për shembull kozgjatjes procedurave, e të tjera si këto. Ideja po mendoj që i kemi thonë gjitha, nëse ki diçka tjetër me shtu, unë
kisha falendru shumë për kohën dhe për krejt këto të dhana që i ndave me ne dhe me publikun. Faleminderit shumë edhe juve për mundësinë. Shikues të dashur, ne shihemi në episodin e ardhshëm, deri atëherë mirupafshim.